Mirë mërma, bashkëdhetarë të nderuar dhe mirë se vini në televizionin e komunitetit shqiptar të Detroitit. Unë jam Julian Qefa. Në emisionin e sotshëm do të zhvillojmë një intervistë ekskluzive me zotin Mërgim Korça në rastin e 70 vjetorit të vdekjes të poetit ton kombëtar Atë Fishta, që populli e quajti Tata i Komit. Zoti Mërgim, mirë mërma dhe mirë se vini. Mirë mërma, zoti Qefa. Jam jashtëzakonisht i gëzuar që po e bëjmë këtë emision për Padër Gjergj Fishtën. Unë e kam dashuruar në thojza Padër Gjergjin që kur kam qenë 11 vjeç, i nxitur në imat. Më jepte ta lexoj, më jepte të bëj komente, kështu që mund të them se jam mëkuar me këtë personalitet. Edhe me shumë kënaqësi do të bashkë bisedoj me ju figurën e Padër Gjergjit, edhe falenderoj domosdo si drejtuesin e televizionit zotin Armando që na dha këtë mundësi, edhe falenderoj edhe teleshikuesët, të cilët do kenë durimin, po ta kenë, na ndjekin deri në fund. Me siguri do ta kenë. Zoti Korça, deri në cilin vit erdhen të ju vlerësu në rritje kontributet adhetare dhe artistike të Atë Fishtës? Deri ku më rrini ai zhvillimi i tij dhe si u zhvillu kjo gjendje gjatë asaj periudhe? Aktiviteti adhetar edhe artistik i Padër Gjergjit daton shumë thellë. Po duke ardhur në pyetjen konkrete që më drejtoni ju, do të thosha që vetëm 4 vjet mas vdekjes Padër Gjergjit, ai vazhdoi të vlerësohej. Vazhdonin tekstet mësimore, që është gjëja më e rëndësishme, që kishin veprat e tij. Ka një gjë që nxënësit në bankat e shkollës njiheshin kur ishte puna historike, me çka shkruar Padër Gjergji për historinë, kur ishte puna thjesht artistike, çka shkruar Padër Gjergji, ku në themel të gjitha temat, qofshin edhe artistike, kishin edhe dashurinë. Dhe 30 dhjetori i vitit 1940 shënon edhe vitin e fundit për këtë 4 vjet diferencë deri në 44, që edhe i vdekur Padër Fishta vlerësohej si personalitet dhe vepra e tij dhe ishte e vlerësuar si vepër qoftë historikisht për lahutën e malëcisë, qoftë lirikat e tij, qoftë dhe satirika e tij. Dhe mas vitit 44, deri në cilin ai jetoi në thonjza ndonse i vdekur, pastaj filloi ajo që mund të them përgojimi shpifës. Bile, duke bërë një krahasim një çik në fushën artistike, është e famshme arja e përgojimit shpifës në operën Berberi i Siviljes, ku librettisti i Rosinit thotë që përgojimi shpifës fillon si një puhi e lehtë, që zvihet të re, rrafsh me tokën. Pastaj duket e ëmbël, pëshpërit, hyn në vesht e njerëzve, depërton në trut e tyre dhe fillon e i çorodit. Dhe në vazhdim, si një tërmet e një furtunë që të shkund, ky përgojim të shpifës bëhet masiv. Kështu filloi bas në fundit në ndorit 44-s edhe politika ndaj Padër Gjergj Fishtës. Në krye të shtetit në atë kohë ishte një satana dështak, përsa i takon shkollimit të tij, e që në vazhdim u bë dhe diktatori i Shqipërisë. Ai u rrethua me analfabet dhe ignorant, të cilët këtë e shikonin si kulmin
e kulturës e të diturisë. Dhe domosdo ka e gjë që ata në gene urrinin njerëzit e kamur edhe njerëzit e kulturuar. Dhe me këtë mjedis sundoja i që e përmenda si Satana dështak në radhën e bashkëkohësve të tij, të brezit të tij, dhe sebebi që Enver Hoxha e vazhdoi, e thelloi derisa ja zhduku edhe varun padërgjegjit, ishte sepse ky çoi në vend urrëtitjen slavo-komuniste. Cilat kanë qenë rrugët e përzgjallura nga ju, zot Nikolsha, për të dalë në shesh e drejta dhe e vërteta rreth figurës Atë Gjashfishts? Këtu do të bëj një parentesë të vogël. Urrëtitja slavo-komuniste kundër padërgjegjit, burimin nuk e kishte 1 vit, 5 vite, 10 vite të shkuara. E kishte lidhur me gjithë veprën e padërgjegjit, ose më mirë të themi me atë pjesë të veprës tij e cila trajtonte politikën e shteteve që na rrethonin ne, që s'patëm mundësi akoma të krijonim shtet më vete, siç kanë krijuar qoftë Serbia, Mali i Zi, Greqia, edhe domosdo lufta që ky person i vetëm me pendë, se ishte prift, nuk do të luftonte me armë, bënte kundra politikave të realitetit anti-shqiptar, kishte kriju atë ndjenjë armiqësie tek slavët, të cilën edhe në vazhdim do ta trajtojmë, ku ata i bën një trysni të madhe udhëheqësit lake satanait të dështuar, por ama të suksesshëm mes kriminalëve dhe ignorantëve në Hoxhës. Ju pyetet tashti për kriteret. Qarkullon fjala e përqendruar tek Hitleri, i cili ka pas thënë: "Mor ta fitoj unë luftën, se pastaj e di unë se si e shkruaj historinë." Po mirë, po, ai ishte një diktator. Kurse unë doja të marr si kritere diametralisht kundërta nga ky parim që ka thënë diktatori. Shfletova shumë nëpërmjet historianëve. U mundova të shikoj kriteret që i udhëheqin, duke shikuar me objektivitet edhe si është shkruar historia e Shqipërisë. Historinë e Shqipërisë, kur e lexojmë tani, është vërtet qesharake, se në kohën e Enver Hoxhës, me thënë në periudhën 47 vjeçare të diktaturës, në tekstet e historisë shkollore, kishte persona që ngriheshin qiell, ju dhanë dekorata, i hipën shkallët e lavdizë dhe u bën heroj populli. Dhe i ditë për ditësh, na thonin qoftë në përndërmarrje, qoftë edhe në shkolla, që shikoni, ku të gjeni emrin, për shembull të Beqir Ballukut, ose të Petrit Dumes, fshini me stilet të zezë, nxihni, derisa dal botimi i ri. Dhe thënë, deri atë ditë, ata ishin heroj, filmas asaj dite, ata u bën tradhtar. Kështu që pikërisht për t'ju shmangur kësaj, u detyrova të qëmtoj shumë. Dhe gjeta që ndër këta historianët me emër, ai i cili vlerësohet shumë lart se sa bukur në mënyrë të pa anshme dhe të drejtë ka vlerësuar luftën e Peloponezit, Tucididi, ai ka ndjekur 2 kritere bazë. Dhe po ju them, nuk ka marrë kriteret e këtij sepse ka emër kaq të madh ndër historian. Po i ka marrë, se do ta shohë edhe teleshikuesi, se sa interesant janë kriteret që na ka trashëguar ai.
Kriteri i parë i tij thot, historiani thot, duhet të zhvendoset nga bashkëkohësia në cilën jeton dhe të shkoj e zhvendoset në atë periudhë ku ai do të trajtoj studimet, hulumtimet dhe përfundimet e tia. Me fjalë, flasim për luftën e parë botërore, por nuk e gjykojmë dot ne me logjikën e 2010-s, që i dim faktet e ndodhur e të gjitha. Duhet zhvendosemi në 1914-ën e pastaj gjykojmë ç'ngjau në luftën e parë botërore. Kriteri i dytë është një kriter akoma më interesant. Thuçydidi thotë që duhet të mbështetemi në gjurmë parësore dhe jo në gjurmë të cilat janë përshkrime të mëvonshme. Me një fjalë, ç'është shkruar më vonë mund të merret parasysh, por ama gjithmonë duke parë ku e ka mbështetur arsyetimin ky që e përshkruan më vonë, e ka të mbështetur në fakte parësore. Është zhvendosja në kohë dhe si element gjykimi mbledhja e fakteve parësore është një gjë që mua më ka lënë një mbresë të thellë edhe më ka bërë që nga ky këndvështrim ta shikoj edhe veprimtarinë për të nxjerrë pastaj figurën e Padërgjegjë Fishtës. Siç dihet, Padërgjegjë Fishta u përsekutu për vdekunit. Diktatura i nxori eshtat nga varri dhe i hodhi në lumin ndren. Pra, ku e pati burimin i gjithë ai mëdheth, ose më mirë të themi gjithë ai inat, në fillim nga Jugoslavët dhe në vazhdim nga Sovjetikët. Tu i hjell bark mi personalitetin e tij dhe në veprën e tij madhore. Edhe diçka interesante, zotin Korça, dëshoj të na shpjegoni ju, a ishte me të vërtet atë Fishta tradhtar? Në kjo se po, ke tradhtoi ai. Kjo pyetje juaj, zoti Çefa, ju them sinqerisht, shikuesi televiziv mos të mërzitet, se mos kujtoj se do flas 3 orë vetëm për këtë pyetje, po ju them sinqerisht që mund të më bënte që për një 3 orë rresht ta diskutonim këtë. Unë do të përqendrohem domosdoshmë ato pikat më kryesore, e pastaj varet nga ju, nëse bindeni, unë do ndaloj, nëse doni akoma më shumë fakte do të vazhdoj. Dështi vetë mendjet e ndritura shqiptare nuk e kishin të qartë se ç'duhesh bërë. Perëndoria Osmane shkoi deri tek dyert e Vjenës. Dhe aty nuk vazhdoi më dot. U shtri aq shumë sa që ju shterën energjitë. Ju shterën energjitë edhe kështu që erdhi një çast ju than tentakulat me të cilat donte të mbërthente siç e mbërtheu që nga zi e vogël e deri te portat e Vjenës. Edhe u plandos për tokë. Ky është realiteti i asaj kohe. Tani, çfarë duhesh bërë në atë kohë? Të tërë mundoheshin si e si për interesat e tyre, të gjitha popull, të përfitonin. Mirë po unë ju thash, edhe mendjet e ndritura shqiptare nuk e kishin parasysh tamam si duhesh kundruar e ardhmja. Ca thonin që ne duhet jetojmë brenda një protektorati. Dhe si protektor, dhe thanë si kuldestar, si mbështetës, ca shikonin Turqinë, se Perëndoria Osmane ishte një fuqi e tillë që këta mendonin se ajo akoma do kish fuqi spakut të na mbronte ne dhe ne brenda protektoratit tyre të kishim një farë pavarësie. Disa e mendonin Shqipërinë
si një kanton. Si që Zvicra, që ka 3 kantone, janë trashëgimia austriake, trashëgimia italiane dhe trashëgimia franceze. Edhe mendoni që mund të bëjmë një shtet të tillë, ku të jetojmë së bashku në paqë, disa nga popujt fqinj. Zgjidhja erdhi sipas interesave të fuqive të mëdha. Dhe Shqipërisë ju dha pavarësia, pra më ka që nuk ka shtet tjetër që shtetin ta ketë të rrethuar nga të gjitha anët me bashkëkombës. Ne kemi bashkëkombës në Shqipërinë e Veriut, gjithë zonën e Malit Zi. Kemi Kosovën, e Kosova shtrihej edhe në jugë, tash është kriju Maqedonia, edhe pastaj kemi edhe Çamrin, edhe zonën e Janinës. Vetëm Shqipërisë ka ndodhur që i kanë ngjeshur shqiptarët në kufit që u caktuan në tavolinë nga De Agostini Novars, u bë me laps me ardh via, dhe ndahemi, kufizohemi me bashkëvëllezër që kanë po të njëjtën gjuhë shqipe. Kështu që në atë kohë dihet historikisht që Anglia, Franca, si dhe Rusia kanë bërë një qëndrim shumë të poshtur ndaj Shqipërisë që u krijua. Dhe bile politika, kjo del nga tema e sotshme, po nuk mund të rri pa e theksuar politika angleze, që ajo ku ministri i jashtëm i Anglisë pa deklaruar shqyqyr, u themelua shteti shqiptar, edhe këtu u vun në balancë ku pajtuan interesat e të gjithë shteteve tjera. Dhe unë shtoj pavarësisht se në kurriz dhe në dëm të shqiptarëve. Patjetër. Kështu që në këto kondita e vetmja fuqi e madhe që na mbronte ishte Austro-Hungaria. Janë 2 shprehje të Bismarckut. Bismarcku ka thënë që ore shqiptarët nuk kanë as gjuhë të shkruar. Dhe pas ka thënë që Shqipëria është veç një nocion gjeografik. Të them të drejtën, më ka bërë shumë përshtypje, nuk e kam parasysh emrin e një akademiku kosovar, ai së fundi në një konferencë shtypi ka deklaruar: nuk kam lënë dokument pa hulumtuar. Dhe nuk kam gjetur askund që Bismarcku të ketë thënë që Shqipëria është një nocion gjeografik. Them drejt, unë do të isha personi që ta zbuloja këtë gjë kollaj, po si kam mundësit, se duhet shkuar në arkivin e Tiranës. Aty në arkiv është një material për 5.000 faqesh, ku i mat, Xhevat Korça, ka përkthyer tërë dokumentacionin që ka të bëjë me Shqipërinë të asaj periudhe. Akta e diplomata austro-hungarie. Por nëse i çonte një telegram qeveria austro-hungarisë, qeverisë ruse, dhe përmendë Shqipëria, i mate ka përkthyer atë dokument. Dhe aty do gjendej, po e ka thënë ndonjëherë Bismarcku këtë gjë. Për sa i takon shprehjes që shqiptarët s'kanë as gjuhën e tyre, Padërgjegj Fishta e ka marrë në sensin që ati i vlente dhe e nxiste